Përshëndetje, përshëndetje të nderuar miq të mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të bërë një analizë të marrëdhënieve që tashmë po ndodhin jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Më kanë krijuar që të bëj një analizë të detajuar të dy çifteve, Selimbo dhe Briteo. Dhe sot pikërisht ditën dua ta nis me këto çifte. Selina dhe Gimbo, Mateo dhe Brikena, janë dy çiftet të cilat ndjenjat e tyre të para, emocionet e tyre të para, fjalët e bukura të dashurisë, të thëna të parat, i thanë pikërisht në shtëpinë e Big Brotherit, pikërisht brenda atyre mureve që dhuruan një pasion, dhuruan emocion, dhuruan dashuri. Puthje të ngrota, ledhatime dashurie, emocione dashurie, përjetuan Gimbo, Selina, Mateo dhe Brikena. Por, me njëherë pas daljes nga shtëpia Big Brotherit, edhe pse në fakt dëshira ishte shumë e madhe që ne këto çifte t'i shohim në altarin e kuq të dashurisë, ndoshta shumë personazhe të cilët nuk janë të njohur, shumë fansa, le ta them, të tyre, kanë gjetur veten e tyre në këto emocione dashurie. Por siç duket, të dy çiftet morën një rrugë tjetër. Fillimisht njëherë, shoqëria e tyre nuk vazhdoi. Mateo përzjodhi që të mos të ketë një kontakt me Gimbon, edhe Gimbo njëkohësisht me Mateon, edhe pse brenda shtëpisë së Big Brotherit ndërtuan një shoqëri të jashtëzakonshme, ishin dy çuna që kishin një marrëdhënie shumë të bukur dhe unë mendoja në atë kohë që Mateo dhe Gimbo do t'jenë miq edhe jashta kësaj shtëpisë, do t'jenë shok edhe jashta shtëpisë së Big Brotherit, por çuditërisht me të dalur nga Big Brother të dy djemtë, në këtë rast do me thënë Mateo që kishte një hatërmbetje të madhe me Selinën, në anën tjetër Gimbo që mban do me thënë hidhërimet e bashkëshortes së tij në këtë rast, shkatëruan marrëdhënien e tyre dhe nuk vazhduan në një marrëdhënie të bukur, qoftë edhe me shëndritin që Mateo rinte pothuajse gjatë gjithë ditës. Kohëve të fundit janë lajme të ndryshme për çiftin Briteo, do me thënë disa thonë që Mateo dhe Brikena është ndarë, disa nuk e besojnë këtë, disa e quajnë një mundësi vetëm për marketing që Mateo dhe Brikena bëjnë sepse së shpejti do të startojnë në emisionet e tyre të radhës në televizionin Top Channel dhe zakonisht edhe nga historitë e më përparme, në me thënë emisioni Top Channel kur ka sjellur një produkt, një projekt goxha të bukur, një projekt goxha të investuar, fillimisht njëherë ka ngritur këto lloj zërash, ka krijuar një lloj dinamike të fortë, ka krijuar një lloj bombe të fortë, që publiku do me thënë të jeti fokusuar tek rrugtimi që ky televizion do të sjellën. Dhe pikërisht Mateo dhe Brikena do t'jenë pjesë e këtij televizioni dhe mendoj që janë duke e përdorur këtë kohën e këtij marketingut. Do me thënë marrëdhënia e tyre është një marrëdhënie që te publiku është me pikpyetje. Edhe pse shumica thonë që janë të ndarë, unë nuk e besoj dot, sepse Brikena njëherë fillimisht ndjekën vjerën e saj në Instagram, ti nuk mund të ndahesh nga një djalë dhe të vazhdosh të kesh kontakte me familjen e tij, do me thënë të ndjekësh nënën e tij, ndjekën mbesën e Mateos, gjë e cila në fakt mua nuk më pëlqen dhe kjo gjëja mua më iriton nga fakti që Brikena, do me thënë nuk është e sinqert në përgjigje kundërdrejt marrëdhënies me Mateon dhe kundërdrejt vetes së saj. Por edhe Mateo shikoj që është do me thënë i imponuar që të flet në këtë formën, ta jeton momentin në këtë formën edhe të shfaqet tek publiku në këtë formë. Krahasuar me Gimbon dhe Selinën, Selina dhe Gimbo duke që kanë një kimi pak më të bukur të përbashkët, po këtë kimi nuk do të thotë që
nuk e kanë Mateo dhe Brikena, dhe me thënë edhe ato të dy, kur kanë qënë bashk para një jave, kur nxirë një foto, kur nxirë një statuse, me thënë kishin një kimi shumë të bukur, ishin mbështetje e njëri tjetrit, ishin dashuri e njëri tjetrit, ishin emocioni njëri tjetrit dhe nuk është që s'kanë patur kimi, ishin okej për njëri tjetrin, por përzjodhen këtë rrugë, por Selina dhe Gimbo, do me thënë ndryshe nga ky çift, kanë përzgjedhur që të jenë më me këmbë në tokë, ka një marrëdhënie shumë të bukur me njëri tjetrin, po tregohen si çift më i vërtet pas përfundimit të Big Brotherit, edhe pse në fakt dilema ishte pikërisht te ky çifti, a do vazhdon më tej apo nuk do vazhdon më tej. Dhe nëse vazhdon më tej, çfarë do të ndodh me këtë çift? Do të thënë këtu qëndronte dilema, por gjithsesi do me thënë Selina dhe Gimbo vazhdojnë të jenë shumë të lumtur bashkë. Gimbo është duke investuar shumë në dashurinë me Selinën, është duke investuar me këmbë në tokë, do me thënë nuk më duke një djali të shmëndur pas një vajze pasi është dashuruar, do me thënë nuk më duket i udhëtuar, është i thjeshtë, është i natyrshëm, është romantik në stilin e tij, do me thënë ka romantizmi tek Gimbo dhe Selina, ka një sens humori që në fund të ditës sinqerisht të kënaq, dhe mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë, do me thënë ky çift, ne kam thënë gjithmonë është çift që dhuron vetëm energji pozitive, sepse Selina është e lindur për energji pozitive, por në anën tjetër edhe Gimbo, do me thënë ka gjetur partneren e jetës së tij, një vajzë e cila di të dhuroj vetëm emocione, e cila di të dhuroj vetëm ndjesi të mira, dhe mendoj që ky kombinimi është bërë aq i bukur sa që nxjerrën anë fantastike të njëri tjetrit. Unë me gjithë shpirti uroj që dashuria e tyre të vazhdon kështu siç është sot, do me thënë Selina është duke marrë dashuri nga të gjithë, jo vetëm nga Gimbo, nga familja e tij, nga nëna e Gimbos, nga motrat e Gimbos, do me thënë nga të gjithë, nga i gjithë rrethi familjar, Selina është duke marrë një dashuri të pakusht, dhe kjo në fakt e bën këtë gjën edhe më të bukur, e bën edhe më të plotësuar këtë mozaikun që ne në fakt e kërkojmë që ta shohim. Uroj me shpirt që kjo marrëdhënie të jetë sa më afatgjate dhe të na vinë me fëmijë, dhe shpresoj me zemër që kështu siç është Gimbo dhe Selin, të vazhdoj rrugtimi edhe i Brikenës dhe Mateo, sepse unë shoh një emocion tek ato të dy, nga që po të ishte një urrëtie, po të ishte një inat, po të ishte një idhërim, po të ishte një mlef, atëherë çifti do kishte dalur që të thonte të vërtetën që ne jemi ndarë, marrëdhënia jonë është shkatruar, por siç duket ndoshta mund të kenë patur një zënk të vogël, një acarim, apo thjesht do me thënë e gjitha kjo mund të jetë edhe një strategji për të qëndruar në pjedestalin kryesor që të përflitet dhe të komentohet për to. Por gjithsesi do me thënë për mendimin tim që të dyja kanë qenë çifte ideale dhe kanë qenë çifte fantastike. Dua të marr mendimin tuaj.